është paka shumë kalpsira që kemi përpara dhe që ne duhet të matemi, prandaj dhe ky vit është viti i misionit tonë. Një gjë ta ketë sigur çdo demokrat e demokrat. Mos kemi asnjë iluzion të bëhemi toksor dhe realist, atë nuk e heq kur drejtësia. Ai ka të gjitha çilsat për t'ia mbyll derën si të ja mbyll drejtësisë. Nuk vjen kush nga jashtë për ta heqë. Atë duhet ta heqim ne. Ne shqiptarët na kanë votuar. Nuk na skualifikuan pavarësisht terrorit që ushtrua, na kanë votuar për ta heqë atë, për të përmbushur misionin ton, largimin e tij nga pushteti. Ndaj dhe duhet një dialog intensiv me anëtarët tanë. Është e themi e kemi thënë dhe përpara, është koha e guximtarëve, është koha e idealistëve, është koha e njerëzve që vendosin të sakrifikojnë për idealet e tyre për të shpëtuar Shqipërinë, të ardhmen e shqiptarëve, të ardhmen e tyre. Kjo protest ka rëndësinë e madhe. Bota e pret me kokë të protest. Shqiptarët e presin nga ne me kokë të protest. Sikundër presin zërin ton të revoltuar, kërngritjen ton paqësore të përditshme gjermëzimin e tij. Po të shofish në aparencë, ne jemi një parti e madhe, jemi me një elektorat të madh, por natyrisht betejë krijon dhe problemet e veta. Ndaj dhe ne do e bazojmë këtë betejë në guximtarët, se vetëm ata do mund të shpëtojnë Shqipërinë. Nuk mundet, dhe njëherë, asnjë nga ne nuk mund të mendojë asgjë tjetër përveç përmbushjes misionit tonë, largimit 1 minutë më parë nga pushteti të kësaj organizace kriminale që kryesohet nga Edi Rama. E kuptoni ju? Ai nuk don tani. Ai thot ç'vlerë ka mesazhi. Pa çka se në mesazhi ja dha dhe urdhra ekzekutimi. Pam i thot Ergys Agasi ati që flet. Po se ka të vrarë dhe të zhdukur, kjo për Edi Ramën nuk është krim. Pra, është bërë një betejë gjatë. Është arritur në këtë mas të tejkalohen perdet e tmerrshme të trasha të censurës dhe mashtrimit mediatik që ky krijoi mbi shqiptarët. Kudo që shkon, ky shkon tani si një kryetar e një organizate kriminale, në të katër anë. Ndaj dhe thirrja ime për ju, për kryesit e degëve, për anëtarë dhe mbështetësit tanë, t'i përgjigjemi orës tonë, t'i përgjigjemi kohës, të mbrojmë ato ideale për cilat kemi kushtuar jetën dhe vite e dekada veprimtari.